Mirë se erdhët të dashura krejpër në Letëra të Rrethejnë. Jam Diana dhe do bëjmë leximin e juaj të javës që po vjen. Akrepi nisë javën me një zgjedhje, më falni. Dhe megjithse të dashuruarit njihet si letër dashurie, një pjesë e punës dhe financave ajo shpesh flet për dy alternativa. Dhe në dashuri një flet për alternativë, për zakonisht të flet për dashuri. Një marrëveshje të dashura krejpër ose një vendim ku duhet të thuash cila më lëvërdis mua. Do thot të keni kujdes tu. Në punë mund të kesh dy mundësi. Mund të jetë puna ku je dhe një ofertë tjetër, dy projekte, mund të jenë dy klient ose dikush që propozon një bashkëpunim të dashura krejpër. Për disa mund të jetë edhe një vendim më i vogël, të pranosh më shumë përgjegjësi apo jo. Të ndryshosh orarin, të hysh në një projekt të ri, të investosh në diçka apo të presësh. Të dashuria thotë se zgjedhja duhet bërë me kujdes akrepi, sepse ajo që vendos tani mund të ketë ndikim më gjatë se vetëm këtë javë. Dhe ta keni parasysh kur them këtë javë nuk do të thotë vetëm e kufizuar. Thjesht për ta ditur se kur të lexohet herën tjetër, është do ketë ka impakt dhe në të ardhmen, çdo gjë që bëhet sot. Nëse të vjen një marrëveshje, pra, mos shiko vetëm çfarë të premtohet, shikoj dhe kushtet, akrepi. Nëse dikush të thotë, do bëjmë shumë para bashkë, ta them kështu si shembull kot. Shumë bukur. Pyetja është, si? Në financa mund të ketë edhe një vendim që bëhet së bashku me partnerin ose familjen, një blerje, një pagesë, një investim, diçka për shtëpinë. Por kjo nuk është letër që të thotë hidhu, është letër që të thotë zgjidh atë që përputhet me interesin tënd afat gjatë. Faqe e shpatës si letër e dytë për punë, financa dhe ekonomi. Dhe kjo letër më pëlqen pas të dashuruarit sepse para se të marrësh atë vendim del informacioni, ta them. Faqe e shpatës është lajm, mesazh, telefonat, dokument, pyetje, informacion i ri. Nëse ke aplikuar për punë, mund të kontaktojnë. Nëse ke dërguar një kërkesë, mund të marrësh përgjigje. Nëse je duke negociuar diçka akrepi, mund të ketë komunikim që të jep më shumë hollësi. Edhe nëse qoftë se nuk është përgjigja pozitive, mund të jap alternativa për të arritur aty ku dëshironi. Më kuptoni? Ku e kam? Pra, por kjo letër thot gjithashtu duhet kontrolluar gjërat, mos të ecim verbërisht në çfarë do të na thuhet. Mos u mbështet pra vetëm te ajo që të thot dikush. Nëse bëhet fjalë për kontratë, lexoje. Nëse bëhet fjalë për para, kontrollo shifrat. Nëse dikush të premton diçka në punë, pyet konkretisht kur, sa dhe si. Shtimi të qartë. Faqe të shpatës mund të tregojë dhe një ambient pune ku njerëzit janë shumë kurioz për punët e të tjerëve, ku ka shumë tash e thënë. Pra, akrep, jo çdo plan duhet shpallur me altoparan, absolutisht. Jo. Pa e gjatë për vete. Nëse po mendon të ndryshosh punë, të hapësh diçka tëndën, ose ke një plan financiar, mbaje pak për vete derisa të jetë më e sigurt. Për dikë që kërkon punë, kjo është letër shumë aktive, por kërkoni dhe ju. Telefono, dërgo CV, kontrollo njoftimet, mos prit që puna të trokas vetë në derë. Pra, është një energji jashtëmase e bukur, bëje vepro akrepi. Dhe vazhdojmë me letrën e tretë, punë, ekonomi, financa. Këtu financa bëhen shumë më konkrete, është 4 të shkopive. Jo sepse domosdoshmërisht vjen ndonjë problem. Do të mbaj parat në kontroll. Por sepse këtë javë është më mirë të ruar se sa të shpërndash. Të ragjosh.
Mund të kesh dëshirë të blesh diçka, të bësh një shpenzim më të madh, ose dikush mund të kërkoj para, kjo letër të thotë të mendosh 2 herë. Nëse nuk është urgjente, prit. Në punë kjo mund të tregojë edhe dikë që po e mbron pozicionin e vet. Mund të jetë një shef që nuk dëshiron të jap më shumë, një kompani që kursen, ose një situatë ku duhet të luftosh pak për atë që të takon. Të luftosh pak më shumë, ta them pra. Nëse po negocion pagë, mos u nënvlerëso. Kur idhen gjërat në tavolinë, filloje, shite vetën, aty e kam llafin. Okej, në rregull, aq më jepni, jo. Unë meritoj më kaq, unë jam kështu, unë jam, në atë kuptim pra, mos u nënvlerëso. 4 të monedhës ka edhe një anë tjetër. Mos u bëj aq i kujdesshëm sa të humbasësh një mundësi të mirë vetëm nga frika. Mirë jam aman, Dhe kjo është, do thot, një thik me 2 preha. Duhet të kemi kujdes. Sepse nisëm me të dashuruarit, të dashur, zgjedhje, pastaj faqe e shpatës dhe informacione, dhe tani 4 të monedhës thot, pasi ti kesh informacionet, merr vendimin me kokë, jo nga paniku. Pra, ekonomikisht, java nuk më duket e keqe, përkundrazi, më duket si javë ku një vendim i zgjuar mund të kursej edhe para, ose të vendosë në një pozicion më të mirë, të dashur akrepi. Vazhdojmë me dashuri si letër të parë, asi i kupës. Është një nga ato letra që në dashuri mund të sjellë një fillim emocional shumë të bukur, të dashur akrepër. Për beqarat mund të shfaqet një person që të pëlqen në vërtet. Jo vetëm fizikisht, mund të ketë një bisedë që rrjedh natyrshëm, një afrim, një takim, ose dikush që fillon të tregojë interes. Është e bukur apo jo? Mund të jetë edhe dikush që tashmë e njeh, por raporti fillon të marrë një tjetër drejtim, më shumë afërmitet, më shumë kontakte, kështu me radhë. Për çiftet, asi i kupës mund të sjell afrim pas një periudhe pak të ftohtë, pas ndoshta ndonjë debati, problemi, mund të flisni më hapur, të kaloni kohë më shumë bashkë, ose njëri të bëjë diçka që e rikthen atë ndjesinë e dikush me të mirë. Nëse keni patur problemi, kjo letër nuk thot se çdo problem zhduket, të dashur akrepi, me magji, por tregon se ka ende ndjenjë mbi të cilën mund të punohet. Për një ish, ex mund të ketë hapje emocionale, një mesazh ose tentativë për të rifilluar komunikimin. Mos haro, një kupë e re është vetëm fillim. Absolutisht, duhet të parë çfarë bën personi pasi të ofron këtë kupë. Letra e dytë për dashuri është strength, është vetë kontroll, forcë, guxim. Këtu marrëdhënia kërkon pjekuri dhe vetë kontroll. Kjo letër nuk është duro çdo gjë, përkundrazi. Është të dish kur të flasësh, kur të mos reagosh me njëherë, dhe kur të vendosësh kufirin. Në një qift mund të dalë një situatë ku njëri është më nervoz, më xheloz ose më kokfort. Në vend që të ndizet lufta për çdo fjali, dikush duhet të ketë atë kontroll sa të thotë, mirë, flasim kur të jemi të qetë. Për t'i sheshuar ujërat, apo jo? Për t'i sheshuar ujërat. Dhe për akrepin kjo ndonjëherë është sfidë, sepse kur të prek dikush në pikën e gabuar, akrepi e ke përgjigjen para se ai ta mbaroj fjalin. Apo jo, të dashur akrepër, un kam goxha akrepër në familje dhe i njoh shumë mirë. Janë të tillë. Por të shumë të mirë, absolutisht. Pra, mund të tregoj gjithashtu tërheqje të fortë fizike, mos të harroj ta them edhe këtë. Për beqarat, asi kupës dhe guximi apo strength mund të sjellë një njohje ku nuk ka vetëm emocion, por edhe shumë kimi. Por mos harrojmë që kujdes, kimia është e bukur, por nuk është si vi karakteri. Do të kemi kujdes. Duhet të shkojmë se si sillet veprat dhe pastaj. Pra,
Për ata që presin rikthim të dashur, për ata që presin rikthim, këtu mund të ketë ende ndjenja të forta, por një rikthim funksionon vetëm nëse të dy kontrollojnë sjelljet që kanë dëmtuar lidhjen më parë. Dikush më shumë, dikush më pak, por që këtu shikoj që të dytë të dashur. Dhe letra e fundit për nga dashuria, dhe kjo mbyll dashurinë shumë bukur. 6 të shkopive. Është vëmendje, është sukses, të ndihesh i dëshiruar dhe i vlerësuar. Për beqaret mund të ketë dikë që të tregon hapur interes për ju. Madje mund të marrësh më shumë vëmendje se zakonisht. Dikush mund të të komplimentoj, të kërkoj takim, të shkruaj ose të përpiqet të të fitoj, të dashur Akrepi. Dhe këtu kemi një ndryshim të bukur. Nuk je ti që duhet të vraposh pas dikujt. Dikush mund të vijë drejt teje. Për çifte kjo mund të jetë një moment shumë pozitiv, mund të ndihesh krenar për partnerin, të bëni diçka bashkë, të merrni një vendim të mirë, ose marrëdhënia të kalojë në një fazë ku ndiheni më të sigurt me njëri tjetrin. Mund të ketë edhe një dalje, festë, takim me njerëz, ose një moment ku ju si çift merrni vëmendje pozitive. Por, të dashur Akrepër, 6 të shkupive ka edhe hijen e vet, është egoja. Mos e përdor vëmendjen që merr nga të tjerët për ta bërë partnerin xheloz. Dhe nëse je beqar, mos zgjidh personin që të bën më shumë lajka. Zgjidh ato që të tregon më shumë qëndrueshmëri, Akrepi. Sepse dikush mund të thotë 10 herë sa e bukur je apo i bukur je, po pastaj as i kupës kërkon ndjenjë. Strength apo guximi kërkon karakter. 6 të shkopive sjell vëmendje. Të trija bashkë janë shumë të bukura vetëm kur personi ka të trija, jo vetëm gojën, apo jo vetëm veprimet, duhet të jenë një balancë e bukur pra. Si këshill të dashur Akrepër për leximin e juaj, mos merr vendime sepse diçka duket e mirë në moment. Jo. Në punë pyet dhe kontrollo para se të zgjedhësh. Në dashuri lere tjetrin të tregoj me sjellje, me veprime sa serioz është dhe sa e mendon vërtet. Pra, dhe këtë javë mbaj mend një gjë. Vëmendja të bën të ndihesh mirë, veprat të tregojnë nëse ja vlen të qëndrosh.